dhe shikoj ti mbir ishte shtrirë tek tapeti dhe ishte zëngjumi poshtë këmbëve mia. Duke pritur. Tirana e dim që t'jep mundësira shumë ndaja, karriera nuk është e gjitha. Ke një pjesë familjare që ti ke detyrim të përgjigjesh. Igli është bërë baba në moshë shumë të re. 20 vjeç. Gjithë ajo periudhë e vështirë që kam kaluar ka ndihmuar për të formuar këtë karakter që kam sot. Një gjë që më shqetëson dhe që e shikoj shpesh për ditë është stresi dhe ngarkesa që njerëzit kanë. Unë vendosa të qëndroja në Tiranë. Ti si je në Beratova? Unë kam pas dëshirë tërkohës të kthem në Berat. Kujtohet herën e parë kur ne bëm në laborator aspirinën. Po. Çka kënaqësie ishte. Pjesa e farmacisë si fillim duhet ta duash, që të kesh mundësi ti japësh dhe ti marrësh më të mirën e saj. Shkoj në një farmaci dhe thotë, edhe ditën e shtunë, ditën e diell do punosh nga 16 orë në ditë. Nëse s'mund të bësh mirë, mos bëj keq. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmaci Sidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. Ndryshe nga episodet e tjera, episodi i ditës sot më mendoj se do jetë një nga episodet më të thjeshta për mua, sepse përballë meje kam një koleg, një farmacist, me të cilin kemi ndarë rrugtimin së bashku dhe pika jon e takimit ka qenë universiteti. Përballë meje është Igli Selamaj, mirë se erdhe Igli. Shumë faleminderit për ftesën, e pranova me kënaqësi. Tani ne së bashku jemi njohur nga universiteti, siç e thash më përpara, dhe mendoj që kanë kaluar rreth 14 vjet, që nga njohja jon. Unë të njoh shumë mirë, por për pyetje do ta bëj se të s'kam çfarë të bëj dhe s'kam ku të shkoj. Kush është Igli? Unë quhem Igli Selamaj, jam i diplomuar prej 10 vitesh, jam farmacist, kam punuar për disa vite si farmacist dhe si përfaqësues mjekësor në Tiranë. Tashmë jam në Berat, ku kam hapur farmacinë time, jam kthyer bashkë me familje. Tani, pyetja që më vjen në ndërmend për të kujtuar edhe në çik vitet e kaluara, po edhe për të bërë çik nostalgjik. Çfarë kujton nga universiteti? Kujtoj një periudhë të bukur dhe të vështirë njëkohësisht, me goxha sakrifica, duke parë rrugtimin tim që nuk ka qenë aq tipik sa i gjithë të tjerëve, duke qenë që unë duhet mbaja disa balanca të jetës, së punës dhe të universitetit në një jetën kohë. Kryesisht shumë i bukur. Për ta kuptuar, Igli është bërë baba në moshë shumë të re. Në vitin e dytë, 20 vjeç. 20 vjeç, ne mësuam që Igli do bëj baba. Dhe ka qenë një temë diskutimi në tavolinën ku ne uleshim për kafe apo dhe në universitet, se çfarë peshe ka mbajtur ai gjatë kësaj periudhe. Si ishte për ty? Ishte vështirë, duke qenë që ne vetë ishim në një periudhë që nuk e dinim çfarë ishim duke bërë, nuk e dinim çfarë kishim zgjedhur. Ishte një sakrificë sepse mosha ishte shumë e re për të mbajtur përgjegjësi, kushtet ekonomike nuk ishin sepse ti s'kishe mundësi. Dhe ishte e vështirë, po besoj që gjithë ajo periudhë e vështirë që kam kaluar më ka ndihmuar për të formuar këtë karakter që kam sot. Shiko, ke mbajtur peshë të madhe, po ta mendosh sot, edhe sot, ditët e sotme. Madje unë të kujtoj shpesher, së bashku me kolegët tana, po dhe miqtë tanë të përbashkët që Igli ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme dhe një rrugtim të jashtëzakonshëm. Të pasuar, edhe më pas dhe nga universiteti, edhe dalja në tregun e punës, po dalja edhe në jetë me pesha goxhat mëdha mbi supa. Unë do kujtoj pak disa momente tonat. Më kujtohet shumë mirë kur ti fillove së bashku me Eginën, të kishit një jetesë në Tiranë së bashku me vajzën dhe të vije te kafja në mëngjes kur uleshim dhe pinim kafen dhe
të shikoja të lumtur, por dhe të lodhur njëkohësisht. I lodhur sepse përveç faktit që dhe duhet punoja, sepse normalisht duhet të mbaja, isha krye familjar, duhet të studioja, ndërkohë ishte edhe një pjesë e ditës që duhet mbaja vajzën, sepse nusja gjithashtu ishte për farmaci dhe duhet studionte edhe ajo, duhet të jepja kohën e vet. Ndim nuk kishim sepse ishim pa prindrit aty pranë. Sakrifica, por që ja dolëm, shkoi shumë mirë. Pas universitetit pastaj, ne së bashku me Iglin kemi nisur një rrugtim së bashku, ku të dy kemi punuar goxha fort edhe një periudhë të gjatë me 2 punë. Po. E mbaj mend, ne nisnim punën në orën 2 të drekës dhe përfundonte puna në orën 3 të mëngjesit. 3 të mëngjesit. Me 2 punë si farmacist dhe Tek njëra ishim bashk. E donim ta pinim dhe një kafe pas turnit dytë në 4 të mëngjesit dhe shkonte çik më gjatë ndonjëherë. Tani gjithë kjo sakrificë e bërë në këto vite, ku të ka çuar në mendime, po dhe në profesion edhe në karrierë në ditët e sotme? Ishte shumë e vështirë. Ishte periudhë shumë e vështirë, me pasoja që unë i kam vuetur edhe disa vite më mbrapa, të paktën tek pjesa e gjumit. Ishte pamundur të stabilizoj gjumi. Orare shumë të zgjatura dhe nga nevoja dhe nga dëshira për të mësuar. Unë kam dashur ta shikoj gjithmonë si investim tek vetja ime, jo si realisht nevojë për punë, për mos të rënë atë gjendjen e mërzitjes, si investim te vetja dhe mendoj që është një ndër investimet më të mëdha. Orët ishin shumë të zgjatura, siç ti e di. 2 punë, 2 turne, ndërkohë që ti duhet ishe shumë i freskët turnin e radhës, ndoshta gjumë s'kishe fjetur mirë sepse kishe fëmijën smur, do ta çoje diku, do ta mbaje se do mësonte nusja dhe pasi kishe punuar turnin e tretë, me shumë pak orë gjumë, po ja kemi dalë, jemi shumë mirë. Jemi ditë të sotme tani. Po. Unë me fëmijë u bëra shumë më vonë se ti, po shpesh herë kam kujtuar. Kur unë u bëra me të dytin. Kur kam kujtuar se kur rria shpesh herë kur ka pasur djalë temperaturë për shembull. Dhe më është dashur që të ri gjatë natës edhe mëngjes do vishëm të shkojmë punë se është jeta jone e përditshme. Dhe thoja, si ja ka bërë Igli atë periudhë. Ti e ke detyrim në momentin që bën fëmijë, do kesh parësor fëmijën para çdo gjëje tjetër, kështu që më vjen mirë që kolegët tanë, bashkëmoshatarët tanë, por dhe miqtë tanë të përbashkët, ashtu si ti, të shikoj që jeni kthyer në për qytetet tuaja dhe keni bërë mirë. Keni bërë mirë në të gjitha aspektet dhe kuptimet e veta, sepse kur ju shikoj që keni ecur në karrierë, keni ecur në biznese, keni ecur në profesionalizëm e të tjerë, më vjen në fjalë edhe ndërmend një fjalë e cila një mik im i mirë më thoshte që ore ktheu në Korçë. Pse s'kthehesh në Korçë? Nuk më vendosa të qëndroja në Tiranë. Ti si je në Beratova? Duke qenë që unë e fillova pak më shpejt se ty jetën dhe kisha këto vështirësi. Tirana e dim që t'jep mundësira shumë ndaja, po dhe ritmi është shumë ndryshe, shumë i shpejt, të le pak kohë për vete, pak kohë për familjen, ti duhet punosh gjatë, që të dali do kthehesh vonë, trafiku, ngarkesa, puna, nuk të ngelet kohë për fëmijët. Në rastin tim, ishte më shumë se zgjedhje profesionale, përveç faktit që gjithkohës kam dashur që të kem diçka timen. Unë odha në peshore të kthimin Berat dhe ndetjes Tiranë faktin e familjes. Nuk po konsumoja kohë me familjen. Ishte pamundur për ritmin e jetës tu. Kjo më bëri që vendosa të kthehem dhe mendoj se kam bërë shumë mirë. Po mirë, shiko, ti para se të ktheheshe në Berat, ke punuar dhe si përfaqësues mjekësor, me cila mendoj ka qenë më e thjeshtë dhe më e lehtë në aspektin profesional duke krahasuar me farmacistin.
sidoqoftë po kohën e vetë merrte. Ti punoje në përrethe, kthehesh e vonë, kishe raste që ti vonoheshe për të shkuar në shtëpi, do shkoje në shtëpi, kishe raporte për të bërë, ti kishe edhe pak punë në laptop që do merreshe. Kështu vajti ora 8, ora 9 e darkës. Ty nuk të ngeli kohë për fëmijën. Puna si përfaqësues mjekësor mua më ka mësuar shumë, qofse farmacia më ka mësuar për njerëzit, për medikamentet, për farmacin. Puna si përfaqësues mjekësor mua mësoi për marrëveshjet, për komunikimin me mjekët, një komunikim të gjerë dhe se si funksionon tregu. Në këndvështrimin tim, unë formova një njohuri të përgjithshme të tregut që më bëri gati për të investuar dhe për të bërë hapin e radhës. Por që kohën e veta merrte, duke gjykuar vetë nga ritmi që ka Tirana. Është sfidë të gjithë të rinjve kthimi në përrethe, por mendoj që nuk është aq keq në rast se ti e bën të planifikuar mirë dhe i jep gjërat në peshore siç duhet. Dhe kur them në peshore, jo vetëm pjesën profesionale dhe monetare, se ndoshta Tirana të ofron më shumë, por nuk është pjesa monetare dhe profesionale apo karriera nuk është e gjitha. Ke një pjesë familjare që ti ke detyrim të përgjigjesh, qoftë bashkëshortes, qoftë fëmijëve, ata e duan kohën e vet. Kështu që të del koha në Berat ti bësh këto që thua. Po, ne punojmë bashkë me Nusën në të njëjtën farmaci, i kemi ndarë oraret, kemi mundësi tani që fëmijën e çojmë dhe në një kurs anglishte, dhe në kurs piano, dhe në sport, na jepet mundësia. Njëherë unë, njëherë Nusja, kemi njerëzit tanë afër për çdo rast që mund të na ndihmojnë. Ndryshe nga Tirana që përgjithsisht të rinjt janë vetëm dhe nuk të rinjt e rrethave janë vetëm dhe nuk i kanë këto ndihma. Domethënë çdo sakrificë duhet ta bëjmë vetë. Është më së vërtet. Unë personalisht punoj 3 punë, nuk bëj një punë. Dhe një natë jam kthyer diku te ora 9:30 i darkës në shtëpi. Dhe më duhej që të punoja sërish në kompjuter për të shkruar. Dhe i them bashkëshortes që merre djalin dhe çoja për të fjetur gjuhën. Ndërkohë ai nga i gëzimi që unë erdha në shtëpi, deshte të luante, vinte për dalë kuzhinë. Dhe bashkëshortja i thotë që hajde se do flem gjuhën, jo, thotë dua babin, do vi dhe babi. Ndërkohë që nuk e vura shumë re çfarë ai deshte në atë moment dhe mora kompjuterin, ula te tavolina dhe po shkruaja. Në një moment ktheva kokën dhe shikoj ti mbiri ishte shtrirë tek tapeti dhe ishte zënë gjumi poshtë këmbët e mia. Duke pritur. Mbylla laptopin, e mora fëmijën në krah dhe kam çuar te krevati. Pyetja që i bëra vetes ishte: "Hore, aja vlen gjithë ky mundim dhe sa kohë do vazhdosh ta bësh?" Dhe sa kohë do vazhdosh ta bësh? Se okay, ja vlen të gjitha, karriera ja vlen të gjitha, por ai fëmijë po rritet dhe ti po i humbet, janë vite që ti po i humbet. Nuk mund të paktën sidomos në atë periudhë, një ndër periudhat më të bukura. Se okay, e kuptojmë pjesën e universitetit, fëmia do largohet vetvetiu. Ajo është periudha më e bukur dhe që fëmia po ndërtohet. Ti mungon në atë pjesë. Prandaj, domethënë sugjerimi im është për te karrierës duhet parë pjesa familjare. Ne patjetër që s'është aq perfekte. Ka raste ne kemi bërë vend kastil në farmaci që i marrin fëmijët aty kur është e nevojshme. Sepse kemi punë, ka mon punë apo ka Nusja, do i marrësh fëmijët aty, do bësh dhe sakrifica. Rrinë dhe fëmijët me orë të tëra aty sepse ashtu na shkon dita. Po kryesisht kalojmë një periudhë goxha të mirë, kohë kualitative, po themi me fëmijët. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë këtë. Duhet punosh. Kam filluar, jam përpjekur sidomos pas asaj nate, jam ulur. Dhe nëse më përpara nuk thoja jo, për asgjë, tani kam filluar të them jo. Kam filluar që të vendos prioritete tek fëmia dhe familja pa diskutim, sepse nuk mendoj që do kthehen me këto momente, nuk mendoj që do kthehet më djali në këtë
moshë që është. Nuk mendoj që do kemi të njëjtën kënaqësi edhe pas disa vitesh me të njëjtën ritëm. As energjinë nuk do e kesh të merresh. Dhe i them vetes shpeshherë tani. Okej, 2 javë përpara apo 1 javë mbrapa. 2 javë përpara apo 1 javë mbrapa. Shiko, duke bërë këtë muhabet tani, mendoj që keni bërë zgjedhjen e dur. Koha me dur e sakt, e vlefshme, që ju keni me familjet tuaj apo me fëmijët tuaj, ndoshta ne në Tiranë nuk e kemi këtë gjë. Na duhet luftë shumë e madhe. Është vështirë. Edhe është ritmi i jetës shumë i shpejtë. Dhe pyetja ime për ty qëndron konkretisht tek Berati, nëse ti ushtron aktivitetin në Berat tashmë. Ka qenë një vendim i lehtë, ka qenë një vendim i cili pati atë kohën e vet për të mësuar, për të përshtatur, për të ecur përpara, apo thjesht nga eksperienca që kishe me punë në Tiranë si farmacist, por edhe si përfaqësues mjekësor, e patë shumë më thjesht. Ishte e vështirë duke qenë që të gjithë shkonin drejt Tiranës, ishte kthim mbrapsht. Profesionalisht e mendoja veten gati për të hapur diçka timen. Mund ta kisha provuar në Tiranë, patjetër që mund ta kisha provuar, por mendoj që do më merrte më shumë energji dhe më shumë kohë se sa në Berat. Për më tepër, unë kam pas dëshirë tërkohëse të kthehem Berat. Berati, si çdo qytet i vogël, ti njihesh me njerëzit, e merr atë dashurinë po themi më natyrale, njerëzit e njohin, lidhen personalisht me ty dhe jo me farmacinë apo me brandin. Prandaj dhe ju i keni pothuajse gjithë në Berat kanë farmacit me emrin e vet. Vën emrin e tyre sepse njerëzit në rrethet e vogla lidhen me individin, me farmacistin drejt për drejt. Dhe na njohin të tillë me emrin ton, jo me emrin e farmacisë. Kjo t'i jep ngrohtësi dhe lehtësi në punë. Çfarë ndryshimi kanë pacientët e rrethave, përkatësisht Berati, në ndryshim me Tiranën, sepse ti ke punuar të dy qytetet? Po praktikisht është kjo, domethënë në punën në Berat unë kam ndjerë një afrimitet më të madh, një dhënie besimi më e madhe, duke qenë që lidhesh, njifesh, të besojnë shëndetin e tyre. Patjetër që ti merr një përgjegjësi shumë të madhe dhe është një ndër kënaqësitë më të ndaja kur të japin besimin. Po kryesisht është kjo. Pacientët janë më të lehtë sepse ti njifesh. Çfarë shef më shumë ditët e sotme tek pacientët dhe tek njerëzit? Ku është përqendruar sot jeta e përditshme në një rreth si Berati, por dhe pacientët, si shikon ti si profesionist, si farmacist në ditët e sotme? Kryesisht një gjë që më shqetëson dhe që e shikoj shpesh për ditë, është stresi dhe ngarkesa që njerëzit kanë. Janë goxha stresuar, goxha të ngarkuar, receta që vjen mbrapa ka një njeri që ka një all, që ndonjëherë nuk është se ka nevojë vetëm për ilaçin, ka nevojë për këshillën, ka nevojë të thuash një fjalë të mirë, ka nevojë ta ngrohësh. Stresi dhe çfarë po përjetojmë tani në këto vite, po themi, ngarkesa e jetës. Shiko, në këto episode që kemi transmetuar deri tani, kam parë mjaft komente shumë pozitive, vlerësuese për farmacistët, për mjekët, por dhe të gjithë stafet mjekësore. Në ana tjetër kam parë dhe një sër komentesh, janë shumë të pakta, që kanë një lloj mlefi kundrejt farmacistëve, mjekëve e të tjerë. Harrojnë që ne marrim në përditshmëri dhe hallet e tyre kur ikim në shtëpi. E këtë e them me bindje sepse unë personalisht ngarkohem kur dikush më vjen dhe më thot hallin e vet, shqetësimet e veta. Ngarkohem dhe bëhet pjesë e jetës time. Dhe kur iki nga puna, pa çka se unë largohem nga banaku apo nga puna e përditshme, largohem edhe me hallet e tyre. Ti si e ke këtë perceptim? Ai perceptim për farmacistët është sepse në këtë sistem mjekësor që jemi, ne jemi hallka e fundit.
dhe normalisht ne bëjmë procesin e fundit, japim ilaçet dhe marrim lekët. Realisht neve nuk na shikohen vitet e shkollës, vitet e punës, eksperienca, ato që ne shikojmë në recetë, nëse ka ndërveprime, nëse s'ka ndërveprime, efektet anësore, këto pacienti nuk arrin të shikojë. Është dhe problemi i sistemit që farmacisti duket thjesht shitës në fund. Fakti është që përveç të gjitha këtyre që përmenda, kemi shumë ngarkesë, përveç faktit që duhet jemi shumë të duruar, duhet jemi shumë të saktë, pavarësisht halleve personale, pavarësisht lodhjes, ne duhet jemi saktë sepse gabimet në farmaci nuk janë gabimet si çdo lloj punë tjetër. Personalisht përpiqemi, kemi bërë një pakt, duke qenë që ne punojmë burrë grua në farmaci, kemi bërë një pakt që mos të flasim në shtëpi për pjesën e farmacisë, është shumë e vështirë. Në shumicën e rasteve nuk e arrim dot, sepse në moment që ti ke dal nga turni i dytë dhe pacienti i fundit ka qenë një problematik që ti e ke ndier, e ke të pamundur që mos ta diskutosh, sepse janë raste që na prekin, ngarkohemi, shikojmë shumë raste te fëmijë, te të rritur, prekesh, do ngarkohesh. Çfarë shërbimesh ofron ti tjetër për shembull nga Tirana, sepse në Tiranë shikojmë më të koncentruar, më të mbledhur shërbimin, kurse qytetet e vogla ose qytetet e mëdha, kryesisht në përrethë, kanë një tjetër afinitet me pacientin. Po, te pjesa e shërbimit ndoshta ne ofrojmë të njëjtën gjë me Tiranën, ndoshta në mënyra të ndryshme, ajo që e bëjnë të gjithë farmacistët në rreth, jo vetëm farmacia ime. Lidhemi me pacientët, përpiqemi të shërbejmë në maksimum, ja shpjegojmë ilaçet disa herë, pacientët kanë numrat tanë të telefonit, nëse janë të paqartë, na marrin në çdo orar në telefon, përgjigjemi dhe jashtë orarit, ka të moshuar që nuk munden, ja çojmë ilaçet e shtëpia, rregullohemi me njëri tjetrin, dikush do ja çoj këto shërbime. Përgjithsisht këto shërbime. Ndoshta në Tiranë është zgjidhur me post, një moshë tre që nuk lëviz dot, nuk i bën punën as posta. Domethënë ka raste për shembull që të merr një fëmia i vet që jeton jashtë, ta bën porosin në telefon dhe thotë çaja pak te shtëpia, babait ilaçet. Kemi disa pacientë kështu. Këtë përpiqemi ta bëjmë, që shërbejmë në maksimum. Jo vetëm për pjesën e shërbimit dhe të punës, por ashtu është ndërtuar rrethi që ne ti lidhesh me individët aty. Igli, cila është pjesa më e bukur e profesionit? Në mënyrë të padiskutueshme është besimi që t'japin njerëzit. Kur ai vjen të beson në shëndetin e fëmijës, shëndetin e vet, shëndetin e prindërve, është pjesa më e bukur. Është përgjithësi, po është pjesa më e bukur. Domethënë, gjitha i mundi jot, gjitha i shkollimi jot, duket sikur të jep një përgjigje. Ti ke dhënë besim me aftësitë tua, me sjelljen tënde, me karakterin tënd, ke dhënë besim te një numër njerëzish shumë i madh. Po më e vështira. Më e vështira janë shumë, një ndër më të vështira do thosha të jesh i durueshëm, sepse normalisht pacientët kanë nalle, ti ke probleme, ty nuk të lejohet të gabosh, ti duhet të ruash gjithmonë staturën tënde, duhet të përgjigjesh gjithmonë me profesionalizëm, nëse je i lodhur duhet të jesh i saktë, nuk ka tolerime. Po kryesisht pjesa më e vështirë është pjesa e durimit dhe e ngarkesës që merr nga rastet e vështira. Po të flasim për durimin, po kemi qenë të duruar, nuk ka tjetër. Po jemi kalitur, është kalitje, prandaj themi që vlen gjithë vitet që kemi kaluar. Më kujtohet tani kur ne kemi mbaruar universitetin dhe filluam për praktik, të shkonim për të bërë praktikën për farmaci dhe kur filluam për të kërkuar punë. Personalisht kam dalë farmacive në atë periudhë. Dhe i thoja që jam farmacist, kam nevojë për punë, dua të filloj diku. Dhe atë periudhë që edhe shumë problem për të marrë çuna në punë. Unë kam pasur atë vështirësi që për praktikën, nuk më merrnin se isha djalë, preferonin vajza. Dhe sepse ashtu ishte tregu atëherë, jo për. Po. Dhe një vështirësi e jashtëzakonshme.
hasa disa dyer për shkak të profesionalizmi nuk do t'i përmendsi emra. Shkoj në një farmaci dhe thot, po do punë po. Atëherë ti do vish, do punosh 12 orë në ditë, dhe ditën e shtunë, ditën e diel do punosh nga 16 orë në ditë. Dhe unë pavarësisht se kisha nevojë shumë punë për lek për gjithçka në atë periudhë, sapo kisha përfunduar, nuk e pranova. Shkova dhe diku tjetër, u përballa me një realitet të frikshëm. Dhe fillova ta vendosja gishtin tek vetja, thoja që ore, prit se mos jam unë gabim tani, ose mos unë po kërkoj gjërat të cilat nuk janë normale, apo nuk po bëj gjën e dur, apo nuk jam mirë i përgatitur që për të dalë në tregun e punës. Dhe mendoj pas vazhdimësisë së punës që ne kemi pasur, si unë si ti, fillova të punoja në një punë 2:09 dhe në një punë tjetër që e merja 10 të darkës me 3 të mëngjesit, dhe përgatitja, kalitja, e quaj kalitje. Pas kësaj daljes në treg të Mirfield, më kuptova që më ka bërë mirë, por tregu nuk është aq i lehtë, nuk është aq i thjeshtë. Kjo është pjesa që ne nuk e dinim kur është zgjedhur në farmacinë, nuk e dinim kur ishim në universitet, çka kishim zgjedhur, nuk e dinim tregun. Tregu ka qenë më i vështirë, do jetë gjithmonë i vështirë, po të paktën tek pjesa e punësimit dhe pjesa e pagave mendoj që është rregulluar, nuk është siç ka qenë, ka nevojë për farmacist vazhdimisht. Janë sakrifica që kemi bërë ne, nuk besoj që i bëjnë të rinjt sot. Shiko, ka nevojë pa diskutim Igli, po unë jam edhe me një parim tjetër tani. Shumë të rinj sot vinë në punë dhe duan gjithmonë kushtet dhe rrogën e lartë. Nuk marrin përsipër që të shkoj të bëj dhe unë hapin tim për të mësuar, për të përshtatur e tjerë. Pa diskutim me pagesë, nuk them asgjë për pagesë. Por gjithmonë duan majën. Nuk duan të shkojnë të ngjitin me shkallë. Nuk duan të ngjitin me shkallë. Dhe është problematik e jashtëzakonshme kjo. Të gjithë farmacistët, të gjithë pronarët, të gjithë kolegët tanë e shikojnë si problem për të ardhmen. Ndoshta edhe shumë farmacistë sot nuk duan më të punojnë farmacistë. Zgjedhin përfaqësues mjekësor apo në një kompani farmaceutike, sepse të ofron lishmërinë ose dhe një makinë, hapësira më të mëdha të kohës. Cila do ishte këshilla që ti do t'i jepi një farmacisti të ri? Këshilla që unë jap një farmacisti të ri, dhe jo vetëm një farmacisti të ri, mendoj që duhet të funksionojë në çdo fushë. Nëse e merr përsipër ta bësh një gjë, duhet ta bësh siç duhet, ose mos e zgjidh, ose mos e bëj. Pjesa e farmacistit si fillim duhet ta duash. Duhet ta duash realisht, që të kesh mundësi ti japësh dhe ti marrësh më të mirën e saj. Shumë pak nuk e kanë durimin, gjërat vinë shkallë. Është e pamundur që të merren. Farmacia është një deg që ti nuk e ke asnjëherë notën 10. Ti vazhdimisht duhet të lexosh. Personalisht, pasi u diplomova dhe pasi fillova punën e parë, pas praktikës, kuptova që duhet filloja të lexoja prapë. Normal kemi lexuar më shumë se kemi lexuar në shkollë. Më shumë kam lexuar pas shkolle, sepse kuptova që tregu është tjetër realitet. Kërkon vazhdimisht më shumë dhe ti duhet të lexosh më shumë. Këtë duhet kuptojnë gjithë rinjt, duhet t'i japin kohës që të shkojnë atje ku kanë për qëllim. Mos ndoshta është faqe nga shkolla, nga universiteti. Mund t'i ketë disa faje, ndoshta duhet ketë selektim, kërkesë më të madhe llogarie, po mendoj që këto janë personale. Çdo njeri e ka të vetën. Çdo njeri e bën për veten e vet. Të kujtohet herën e parë kur ne bëm në laborator aspirinën. Po. Çka kënaqësie ishte. Pjesa
Pjesa e laboratoreve ne kemi filluar në vit 3. Deri në atë moment na dukej vit parë, vit dytë na dukej sikur bënim gjimnaz. Nuk e dinim çfarë po bënim. Në vit 3 kemi filluar me laboratoret. Ishte pjesa më e bukur që ne bënim dhe mua më shijonte pafund. Ishin orare të zgjatura, 5 orë, 4 orë pjesa e laboratorit, por na shijonte sepse ndjenim veten realisht, gjëra bazike ishin, por ne ndjenim veten realisht si profesionista. Unë më kujtohet kur kemi bërë aspirinën për herë të parë dhe kur bëm sapunin, pastaj etj. Dola nga universiteti dhe kam marrë në telefon prindërit që shikova për herë të parë, bëm aspirinën, bëm këtë. Më pas shkova në atë periudhë jetoja me shok në shtëpi dhe nga kënaqësia e madhe ju tregoja që shko çka kemi bërë. Ju tregoja me detaje që bëm këtë punë, pastaj pritëm kaq, pastaj u formua kjo. Ka qenë shumë e bukur. Kemi shijuar. E kemi shijuar shumë. Ishte edhe po themi momenti që aty veshëm përparset e bardha dhe ndiheshim realisht. Po, madje edhe te kafja poshtë ndonjëherë disbesim me përparse, dukeshim që ishin farmacistë. Çfarë do kujtoje në gjithë të rrugtim të përbashkët deri tani? Që nga universiteti deri tani. Do kujtoja që kemi kaluar shumë mirë, kemi krijuar një miqësi shumë të mirë me njëri tjetrin dhe me kolegë të tjerë. Të gjitha vuajtjet dhe sakrificat ja kanë vlerëtur për të ndërtuar këtë që jemi sot. Dhe vazhdojmë. Jemi shumë ndrinj akoma. Thjesht vazhdojmë. Ku e shikon veten pas 5 vjetësh ti? Është vështirë ta parashikoj. Është shumë vështirë. Në aspektin profesional flas, jo kështu në jetën e përditshme, se në jetën e përditshme e di që mendoj që do jem aty duke i shërbyer njerëzve në vazhdimsi. Është një gjë që unë e bëj me shumë qejf, e kam zgjedhur si profesion, besoj ta bëj deri në fund të jetës, nuk e shikoj dot veten duke bërë një profesion tjetër. Besoj do jem aty. Pas disa vitesh, mendoj kur të shkosh 40 vjeç, 50 vjeç, te 50 besoj se do jesh stinjur. Si puna ime, unë jam stinjur shpejt, po kemi filluar. E shikon veten tënde akoma pas banakut? E shikoj me të njëjtën energji, akoma më shumë i lidhur me njerëzit dhe me komunitetin, dhe në ndihmë të tyre vazhdojmë. Një pikë tjetër që unë kam vëre tek shërbimi në farmaci, nuk e di nëse e vëre ti apo jo, kam vëre që nëse në banak shërben një mashkull, farmacist mashkull, ka goxha pesh në rekomandim apo dhe në dëgjimin e fjalës së pacientit. Ti si e mendon? Mendoj, nuk jam plotësisht dakord, mendoj që ka qenë deri para disa kohësh ka qenë po kështu dhe jo vetëm për farmacistët, edhe një mjek mashkull shikoi ndryshe. Mendoj që ka ndryshuar. Pacientët, siç të thash, lidhen me individin. Ne kemi pacient që do që t'i shërbej vetëm bashkëshortja ime dhe nuk do që t'i shërbej unë. Ashtu lidhen me personin dhe me profesionalizmin. Unë mendoj që për aftësi varet nga individi dhe jo nga gjinia. Jo, nuk doja që të silja në formë krahasuese, le të them, por që kam vëre në farmacitë të cilët shërbejnë farmacist me shkuj, ka pasur goxha potencial të fortë. Mendoj që është zbehur dhe po shikojnë të dy të barabartë. Njerëzit, sepse njerëzit realisht kanë filluar e kuptojnë më shumë anën profesionale. Qoftë tek mjeku, qoftë dhe tek farmacisti. Njerëzit tashmë janë më të informuar, qoftë për barnat që marrin, qoftë për sëmundjet. Kanë filluar lexojnë të gjithë. Janë pak më të informuar dhe mund të vlerësojnë më shumë. Kështu që mendoj që janë të barabartë tek ajo pjesë e peshës. Dhe ne duam të jetë barabartë.
sigurisht. Patjetër që po se në fund fare janë në shumicë femrat, ne jemi pakicë. Igli, nëse do kishe një për kufizim të mbyllur të gjithë bashkëbisedimin. E kam një shumë të shkurtër, dhe jo në lidhje me farmaceutikën, në lidhje me gjithë jetën. Një shprehje që unë e them gjithmonë, nëse s'mund të bësh mirë, mos bëj keq. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe në jetë, në përditshmëri, në familje, në shoqëri, në komunitet. Unë e shikoj shumë të vyer këtë fjali. Sepse shpeshherë ndoshta edhe pa dashje mundohemi që të flasim diku, të japim një mendim diku, të gjykojmë diçka, por që ndoshta nuk është mënyra e duhur. Ndoshta e lëndojmë dikë, ndoshta ndikojmë diku. Dhe gjithmonë edhe unë personalisht përpiqem që mundohem të bëj mirë. Mundohem që të ndikoj diku që është për mirë. Ndoshta se gjithmonë në dorën tonë, ose kemi të pamundur të bëjmë mirë, por që mos të dëmtojmë njerëz, që mos të bëjmë keq, sidomos në profesionin tonë, e kemi për detyrim dhe kjo duhet jetë pa të diskutueshme. Mos dëmto, mos bëj dëm. A mundesh bësh mirë? Nëse mundesh, perfekte. Si gjithmonë, nëse ne do rinim akoma dhe më shumë, akoma dhe më shumë do zgjasin diskutimet tona. Si gjithmonë ne ulemi për 20 minuta apo gjysmëore për të pirë një kafe apo për diskutuar diçka të shkurtër dhe dashje pa dashje na zë 1 orë apo 2 orë diskutimi. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe pjesë e këtij episodi dhe pjesë e një bisede të sinqertë dhe relativisht shumë të fortë në anën emocionale, sepse më ktheve shumë brapa dhe mua. Dhe nëse në fillim e nisa që thash do ta kem shumë të thjeshtë me ty, pati disa pika në gjatë episodit të cilat më emocionuan dhe më mbushën. Më mbushën dhe më dhe disa këshilla si gjithmonë. Falenderoj, mua më bëhet qefi që e kishe ndërtuar dhe jashtë farmacist këtë podcast për të parë dhe një anë tjetër. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë për ftesën. Do vija në mënyrë pa diskutueshme si do që t'ishte situata. Shiko, do vije se s'kishe çfarë të bëje. Nuk kisha çfarë bëj. Nuk kisha çfarë. Faleminderit. Ky është edhe episodi për ditën e sotme. Faleminderit Igli, faleminderit gjithë.